Sky's official ka marrë shtëpinë time të re në Tiranë. Francesca Murati, një ndaj ish konkurrentet më të përfolura të sezonit të tretë të Big Brother VIP, ka marrë sërish vëmendje në rrjet, këtë herë për një investim të rëndësishëm në pasuri të paluajtshme. Përmes një postimi në rrjetin social Instagram, Murati bëri të ditur se ka bler apartamentin e saj të parë në Shqipëri. Ajo publikoi pamje nga ambientet e brendshme të banesës, duke e shoqëruar me përshkrimin: "Më në fund kam shtëpinë time të parë." Bëhet fjalë për një apartament në rezidencën Lakeview, pranë liçenit artificial të Tiranës, një nga zonat më të kërkuara dhe të shtrenjta për banim në kryeqytet. Sipas komenteve dhe burimeve të ndryshme online, çmimet e një apartamenti në këtë zonë janë mesatarisht 700.000 euro. Lajmi ka nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë uruar Muratin për arritjen, ndërsa disa të tjerë kanë komentuar mbi vlerën e lartë të investimit në këtë periudhë. Ka edhe komente që ngren pikpyetje mbi të ardhurat e saj, dhe shkojnë deri aty sa ta aludojnë për pastrim parash. Si qëndron e vërteta, ku i gjeti vallë Francesca Murati 700.000 euro?